Sa shumë paradite vinë dhe sa shumë paradite shkojnë dhe lavdi Zotit për ata që e kuptojnë çdo ditë se ka vlerën dhe peshën e vet. Ndonjëherë jetojmë sikur ditët tona ti kishim të tepërta. Dhe kur vinë momente të ndryshme, fillojmë dhe kuptojmë dhe vlerësojmë atë që Perëndia na ka dhënë. Dhe dhënë Zoti do të kemi mend, fjala e Perëndisë thotë, Zoti na dhënë mend që të numërojmë ditët tona, që të jemi të kujdesshëm me mënyrën se si e mendojmë kohën dhe privilegjin e madh që Zoti na ka dhënë jetën. Sot në fakt isha gjatë gjithë sa jave kam qenë në mëdyshje për të vazhduar më gjatë disa pasazhe më shumë apo për të ndentur pak në ato pasazhet që duam të shohim me thellësi. Dhe jemi tek udhëtimi tonë tek libri i Romakëve. Mua më pëlqen që zakonisht mund të marrim një libër nga Bibla dhe varg për varg ta shohim, sepse çfarë lloj mençurie mund të ketë tek fjalët e njerëzve. Ne mund të njohim njerëz shumë të mirë në mënyrën e komunikimit, por fjalët e njeriut mbeten fjalë, kurse fjala e Zotit është fjalë jete, është ushqim për qenien e brendshme, është mënyrë që Zoti na ka dhënë, është manuali që Perëndia na ka dhënë për të jetuar jetën. Dhe tek Romakët, kapitulli i 8 ku jemi, është një nga kapitujt fantastik të Biblës. Nëse do të lexosh gjithë kapitullin e 8, do endesh brenda saj. Dhe nxitja ime në fakt është për secilin prej nesh, mos e lër Biblën tënde fizike të myket diku në një cep, por hape, është për ty, është fjala e çmuar e Perëndisë. Mua më pëlqen shumë një autor që ka thënë është mjalti i qiellit që na është dhuruar, edhe sa mbush shpirtin e njeriut, asnjë gjë tjetër nuk do ta mbush. Tek vargu 18 i kapitullit të 8, këtu do të qëndrojmë se ka shumë thellësi brenda dhe shpresoj që vëmendja e qenies tënde, jo vetëm syt, por vëmendja e qenies tënde të mund të jetë sot për të marrë nga thellësia e fjalës së Zotit. Vini re se çfarë thot apostulli Paul, dhe këto janë fjalë Zoti, fjalë Perëndia. Se unë mendoj, thot, që vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë të krahasohet me lavdin që është gati për të na u zbuluar. Dëgjoj edhe një herë mirë. Se unë mendoj që vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë të krahasohet me lavdin që është gati për të na u zbuluar. Dhe ne shumë shpejt mund të vazhdojmë dhe të lexojmë pasazhet e tjera, por kam qef që të ndalemi pak këtu. Kisha dëshirë të kuptojmë pak çfarë do thotë fjala vuajtje. Se ne e themi shpesh në fjalorin ton, por çfarë kuptojmë me vuajtje? Në fakt është të përjetosh fizikisht, shpirtërisht ose emocionalisht dhimbje, të përjetosh vështirësi fizikisht, shpirtërisht, emocionalisht, të përjetosh mundime në momente të ndryshme, fizike, shpirtërore, emocionale, të përjetosh padrejtësi, qoftë fizike, emocionale, shpirtërore, dhe vini re, të jetosh me to, të luftosh dhe t'i durosh deri në fund. Kjo nuk është e lehtë. Kjo nuk është e lehtë. Po dëgjoja një intervistë të një aktori me Di Malkaj, që kishte dhënë në lidhje me jetën e tij, sidomos në lidhje me djalin e tij. Me sa kuptova, ai ka një djalë, kishte një djalë rreth 15 vjeç, që në atë lloj moshe filloi që të përdorte drogën. Filloi fshehtas, lehtas, për shkak të presionit të shoqërisë, filloi që të bëhej si shokët, sepse ndryshe do të ndihej shumë keq, dhe filloi të largohej nga familja dhe filloi të dashurohej me drogën. Autori me Di Malkaj, tek biseda që tha aty, më bëri përshtypje një fjalë, tha bashkë me bashorten time, i kemi larë rrugët e Tiranës me lot,
duke kërkuar për djalin. Edhe çfarë lloj dhimbje e madhesh për ata që janë prindër, sepse ndihen të pafuqishëm për të ndihmuar fëmijën e tyre. Autori përsëri përmendi një mik që takoi dhe miku i tha, mos harroj tha se Zoti me një dorë të hedh dhe me një dorë të pret. Dhe Mehdi Malka i tha, më duket se Zoti ka të dyja duart në xhep, pasi më hodhi. Edhe vazhdon të tregon historinë e tij dhe deri diku duke që ka qenë mirë, por më bëri përshtypje mënyra se si ne njerëzit i përjetojmë situata të ndryshme. Nuk e di, autori e nis shumë bukur në fakt kur thot se unë mendoj. Në fakt po ta shikosh me kujdes do thot unë e konsideroj, unë e kam vëzhguar, unë e kam peshuar mirë. Dhe vendosa në fakt një nga këto pak ditë që u kthyem të bëja një vëzhgim. Do dilja eca rrugëve me makinë, edhe po shifja njerëzit. Nuk ndodh rrallë, ndodh që ne të bëjmë një gjë të tillë, të vëzhgojmë. Zakonisht secili prej nesh udhëton, vrapon, çohet, bën ato gjërat e ditës, por rrallë ndodh që të vëmë veten në pozicionin e vëzhguesit dhe të ndalemi nga udhëtimi jon dhe të shohim pak çfarë ndodh përreth nesh. Është shumë interesante është që herët në mëngjes, një trafik i çmendur, shumë shpejt, fillon. Njerëzit ashtu të përgjumur siç janë, përpiqen kush të gjejë një hapësirë për të kaluar me makinë dhe këtë përgjumje fillon dhe përballet me frustrimin e njëri tjetrit. Dikur bie një borim më tepër, diku futet keq, një policë që të ndalon për shumë minuta për të mos hikur aty ku ti mezi po pret, dhe fillon edhe stresi akumulohet gjatë ditës. Shef patjetër një nën duke nxituar me fëmijën e saj, i cili është ende nuk i ka dalë gjumi, për ta çuar në kopësht, dhe ai shketi e hedh hapa duke mos ditur se ku po shkon, sepse është akoma duke u zgjuar. Dhe nëna nuk mendon thjesht për këtë gjë, por mendon për hallin e ditës, se sa punë e lodhshme pret përpara, edhe gjithë sfidat e ndryshme që do të ketë. Ti vëzhgon një person tjetër që i ka kushtuar kaq shumë orë që herët në mëngjes suvatimit të fytyrës, për të treguar se sa forte ka bukurinë e saj, që është shumë e veçantë, ngjet një makinë, por serioziteti dhe kjo lumturi fallco e fytyrës i prishet kur dikush i pret rrugën dhe del vetvetja. Njerëz të tjerë në kafe, të cilës shumicën e kohës nuk gjenden krejtësisht bosh. Kafet nuk i gjend bosh zakonisht. Por gjithmonë ka njerëz të ulur në to dhe ato tavolina aty kush e di sa biseda kanë dëgjuar. Biseda, halle, mashtrime, dekurajime, plane, shumë. Shef televizor të hapur krejtësisht vetëm në lajme, zakonisht edhe në ca muzika të ndryshme. Në këto lajme shohim vetëm dy lloj grupe njerëzish. Ata që na drejtojnë ku tregohet për skandale korruptive që nuk kanë të ndaluar, na tregojnë edhe ca zëra njerëzish të rinj që pretendojnë se ata do të sillin ndryshimin e madh, se këta janë të pikuarit nga qielli. Dhe këto thjesht kanë zvendësuar njëri tjetrin, sepse po ata persona që sot flitet për korruptim, dikur ishin zërat që të pikuar nga qielli do të na jepnin çlirimin. Dhe fillon edhe ndihemi të dekurajuar për rrugëtimin e jetës. Pleq të ulur në për kafene, duke biseduar me njëri tjetrin, duke treguar për bëmat që kanë bërë kur kanë qenë të rinj, dhe duke sikur kanë qenë në parajs para viteve 90, por ja që koha i rrëzoi dhe i çoi në ferr në të cilin jetojnë sot. Njerëz që vrapojnë të punojnë ku të gjithë sapo t'u japet mundësia, nxjerrin shokun e tyre të ngushtë mashtrimin, pa menduar dhe pa e zgjatur, tregojnë se sa të mirë janë dhe sa të keq janë ata që kanë bërë punën më përpara tyre kur shkojnë dhe shohin për një punë të re. Dhe japin mendimet sikur këta do të bëjnë revolucionin e madh. Të rinj që mbushin kafenet ku tregojnë për plane për të bërë shpejt lek dhe duke ju mburur njëri tjetrit se sa mirë janë. Adoleshentë që në çdo brez
përpiqen të rriten më shpejt se sa duhet, sepse presioni i shokëve ju vendos ndjenjën e turpit nëse vazhdojnë të rinë aty ku janë. Rrjedh që i merr si një lum dhe fillojnë dhe shndrohen nga ata që mund të kenë qenë dikur. Adoleshentë që bullizojnë njëri tjetrin, që ja bëjnë të vështirë jetën e individit, i cili nëse do të rezistojë, do të duhet të paguajë një çmim. Por mos haro që edhe nëse bëhesh si ta, do të paguash një çmim. Në të dyja rastet ka një çmim. Nuk e dallon dot për momentin, por çmimi i bërjes si ta ka për të qenë çmim shumë herë më i lartë dhe më i dhimbshëm. Dhe nëse të bie rruga për në spital, të premte në mëngjes shkova për të takuar një mjek, do të shohësh që të gjithë vrapojnë për të gjetur një mjek të mirë. Vëzhgon njerëz që kërkojnë që hallin e tyre ta zgjidhin me shpirt dhe me trup. Përpëliten dyerve të spitaleve, disa herë me durim dhe disa herë në stres. Dikush i trishtuar dhe dikush i gëzuar sepse ja doli për momentin, por haron që edhe kjo është vetëm për pak kohë. Shpëtova, thot dikush, sikur vërtet të ketë shpëtuar për shumë kohë. Vjen darka dhe qyteti bie në qetësi. Dal ngadalë secili futet në strezat që ka dhe mendimet për të tashmen dhe të nesme në përgjithësi nuk i mendon thellë. Shikon ndonjë film apo ndonjë lajm për të hequr mendjen derisa gjumi ta kaplojë dhe të rëmbejë në strezën e vet. Ku koscienca do të jetë e pavetdijshme për pak kohë, derisa e nesërmja përsëri e ashpër të vijë. Patjetër që nuk mund të përmendim çdo lloj realitetit, çdo lloj personi, por shpresoj se secili prej nesh e kupton një gjendje të tillë. Secili prej nesh do të ketë situata të tilla dhe ne jetojmë, realiteti është që ne jetojmë në një botë të rënë. Realiteti është që kjo botë nuk ka për të jetuar për të qenë më mirë. Interesante është që vitet 90 kur shqiptarët filluan të largoheshin dhe ata që vinin dhe i kapte policia dhe vinin na tregonin për një planet tjetër që ekzistonte përtej kufive. Por shumë shpejt shqiptarët e përjetuan që dhe ai planeti tjetër jashtë kufive nuk kishte shumë ndryshim nga ajo që kishim jetuar dhe ne. Thjesht kishte vetëm një aparencë më të mirë. Të njëjtat halle, të njëjtat situata, të njëjtat sfida, dhe njeriu teksa fillon edhe plaket, kupton që këto vuajtje që njeriu përjeton janë shokët më të ngushtë të njeriu në jetë. Interesante është që Pali thot unë mendoj. Pali ka bërë vëzhgime të tilla. Fjala e Zotit na tregon që ky është një realitet. Dhe kur dëgjoni që njerëz të ndryshëm i premtojnë gjëra të bukura në këtë jetë, harrohet se do të ndodhë. Është vetëm një mashtrim që përpiqet të ngrejë tek ti një shpresë që nuk është e vërtetë. Kjo nuk është për të treguar pesimizëm, por është për të treguar një realitet që në çdo brez, në çdo periudhë ka qenë dhe është e tillë. Vuajtja do të jetë bashkë udhëtari yt. Po përse ekzistojnë vuajtjet, sidomos kur ndodhesh në probleme të tilla, sidomos kur të troket në derë një situatë e vështirë, shpeshherë ndodh që njerëzit pyesin pa përgjigje, sepse nuk duan përgjigje, zakonisht, dhe thonë, po përse ekziston kjo vuajtje? Përgjigjen e gjejmë aty. Aty ku nuk duam që të jetë, sepse duam një përgjigje tjetër. E gjejmë tek fjala e Perëndis, e gjejmë tek Zanafilla, kapitulli 3, vargjet 16 dhe 19, dhe është një realitet që ne kur e lexojmë, na duket i pakuptueshëm për realitetin në cilin ne jetojmë. Njerëzit kur e lexojnë këtë pasazh, janë ende të mpirë nga ky realitet. Ai ishte realitet aty. Sepse nuk e kuptojnë këtë gjë, se çfarë kanë bërë, nuk e kuptojnë dot se çfarë po kërkojnë. Por në jetën e tyre kërkojnë shumë pak. Kërkojnë thjesht që të mos preken nga vuajtjet. Kërkojnë që thjesht të vdesin të qetë në mëkatet dhe në rahatin e tyre. Dhe fjala e Perëndis në fakt na tregon që ishte serioze rebelimi i njeriu ka shi Perëndis. Kur Adami dhe Eva rebeluan ndaj hyjnores, ndaj Perëndisë së mrekullueshëm,
ndaj krijuesit të përjetshëm, të atij që mban të përjetshmen, të atij që nuk ka një kohë kur ka filluar dhe ku nuk ka një kohë ku do të mbarojë. Kur rebeluan kundër hyjnores, braktisën jetën, braktisën të përjetshmen dhe u bën në mënyrë vulnerabël ndaj çdo lloji problemi dhe situate. Interesante është që autori këtu në Bibël po na thot vuajtjet e kohës së tanishme. Vini sa bukur thot, unë mendoj se vuajtjet e kohës së tanishme. Vuajtja asnjëherë nuk bëhet e shkuar. Çdo brez ka për të patur vuajtjen e tij në të tashmen. Vuajtjet mund të mbarojnë, por gjithmonë në të tashmen ka potencial për vuajtje. Vuajtja i ngjan një shpatës së Demokleut që e ke gjithmonë në kokë, gati për të rënë. Vetëm një vendim duhet, vetëm një mendim, vetëm një sekond dhe ndryshon gjithë rrjedhën e jetës tënde. Fjala kohës së tanishme, ndoshta është e vetmja herë kur njeriu nuk e dëshiron të jetë tashme. Por donte shumë që të mos ekzistonte mundësish ose të ishte shkuar, por ja që kjo është një madhështi e frikshme që nuk i shmangesh dot. Është gjithmonë prezente tani. Vuajtjet e kohës së tanishme. Ka njerëz që përpiqen të bëhen besimtarë që t'i shmangen vuajtjes, por ky është gabim. Nuk ka për të qenë e tillë. Të gjithë do të kalojnë vuajtje, askush nuk ka imunitet, qoftë besimtar apo jo besimtar. Herët apo vonë të gjithë do të vuajmë, mënyra se si reagojmë ka shiksa gjëje tregon se kush jemi. Ne krenohemi kur ja devijojmë vuajtjeve të ndryshme, por sa pak krenohen kur ja dalin vuajtjeve. Të doja të shihnim 10 persona nga Bibla që vuajtën, por qëndruan në Zotin. Dhe 10 persona po nga Bibla që vuajtën dhe nuk qëndruan në Zotin. Një shembull është Jobi. Në fakt, nëse do të lexosh një libër i tërë në Bibël për Jobin, Jobi është libri i parë që është shkruar në Bibël. Është libri i parë i shkruar, është libri më i vjetër që është shkruar. Dhe vuajti fort. Në fakt, nëse shikon librin e Jobit, na tregon fillimisht një skenë hyjnore. Një skenë ku Perëndia thërret gjithë engjëjt dhe mes tyre thërret edhe djallin për t'i dhënë llogari. Dhe Zoti i thot djallit, a e ke parë shërbëtorin tim Job? Bëhet diskutimi në hyjnoren për atë toksoren. Dhe djalli thot, po, e kam parë, por ti e ke bekuar shumë. Edhe fillon edhe bëhet një bisedë e tillë. Okej, thot Zoti. A do që ta shofësh se si do të reagoj? Që do t'jetë përsëri dhe po t'ja marrësh gjërat për nderin dhe për lavdin time? Jo, i thot Eligu, nuk ka për ta bërë. Okej, i thot Perëndia. Ke leje, ti bësh shumë gjëra përveç se ti marrësh jetën. Jobi me njëherë humbet fëmijët, humbet pasurinë, humbet shëndetin në mënyrë të menjëhershme. Halli i tij është shumë i madh. Imagjino pak, ai kishte shumë fëmijë që me njëherë për shkak të një tërmeti që bie, për shkak të një situate shumë të vështirë fizike, shembet banesa ku ishin mbledhur bashk dhe vdesin. Por në të njëjtën kohë pasuria e tij shkatrohet, ishte shumë i pasur. Por në të njëjtën kohë shëndeti i tij pëson një rënje drastike. Dhe shoqja, për të shtuar pak shërbet gjithë situatës, i thot shpret më, mallko Zotin dhe vdis. Kaq keq kishte arritur. Dhe Jobi te kapitulli 13, vargu 15 thot kështu: edhe sikur të më vras, unë do të shpresoj tek ai. Jozefi, një personazh tjetër nga Bibla, që në moshë të re u bullizua nga familja e vet, nga vëllezërit e vet. Nuk e kishin qef, jo shokët e klasës, po vëllezërit e vet. Ja nxin jetën që në fëmijëri, vëllezërit e vet, ja kishin me hile. Dhe kur erdhi momenti, këta vëllezër e shitën skllav në Egjipt. U tradhtua,
Shpesh, jo vetëm nga vëllezrit, por dhe më vonë, pasi u bë sklav në Egjipt, Zoti i dha bekimin dhe u punësua ose u morë si sklav nga një ushtarak shumë i lartë, dhe gruaja e ushtarakut filloi të pëlqente Jozefin, telenovel, por shihet. Dhe ai nuk pranoi sepse tha, si mundem unë që të mëkatoj kundër Perëndis. Dhe ajo filloi e akuzoi Jozefin, i tha të shoqit që Jozef i kërkonte diçka nga unë që nuk mund t'ja jepja. I zemëruar e fut në burg, në padrejtësi. Për shumë vite qëndroi aty. Tradhti, skllavëri, burg, që në moshë të re. Shumë interesante mënyra se si e ka parë në fund fare të jetën e tij Jozefi. Tek Zanafilla kapitulli 50 vargjet 20 dhe disi thot Jozefi për jetën e tij, ju i thot vëllezërve vërtet i bët këto gjëra për keq, por Perëndia i ktheu në të mirë. Perëndia kishte planifikuar që ato gjëra që ju bët, sepse vëllezërit kishin frikë në fund fare se sa i do të akmerej. Por ai tha, kush jam unë që të akmerem ndaj jush? Ju vërtet kishit menduar gjëra të këqija ndaj meje dhe i bët, por Perëndia kishte planifikuar të mirën të dilte më vonë. Mojsiu vuajti refuzim, barë të madhe udhëheqje për 2 milion, gati 2 milion njerëz, që nuk ishte e lehtë. Pësoi një vetmi të madhe, dimbri vetmisë së madhe. Dhe di çfarë thot tek Hebrejnë 11:27, qëndroi i patundur. Kemi Davidi i cili u përndoq shumë fuqishëm, në mënyrë të padrejtë, u tradhtua fuqishëm. Dhe Zoti thot kështu, dhe fjala e Perëndisë thot kështu, Zoti çliroi nga të gjitha. Nuk thot Zoti e evitoi që të kalonte nëpër këtë kohë, por Zoti e çliroi nga të gjitha. Jeremia pësoi vuajtje të mëdha, tallje, burg, refuzim i vazhdueshëm. Dhe pasazhi në Bibël thot Zoti është me mua si trim, thot Jeremia. Megjithse po kalonte përmes këtyre sfidave të mëdha, Zoti është me mua si trim. Danieli pësoi internim shumë të madh, kërcënim me vdekje, jo të lehtë. Dhe Bibla thot që Zoti u ambylli gojën luanëve, u hodh në turmën e luanëve. Dhe thot Zoti mbrojti pasi ai u hodh që të mos e hanin. Shokët e Danielit u hodhën në turrën e zjarrit për shkak të besimit në Zotin. Dhe këto na duken si histori prallë. Dhe na duket si historia jonë është më e madhe se tyre. Absolutisht jo. Esteri, një vajzë që Zoti e ngriti dhe e çoi deri në oborin më të lartë, ju desh të vinte në rrezik jetën e vet për të shpëtuar popullin. Një fjalë i thuhet Esterit nga një personazh që ishte vërtet një personazh që do ta ndihmonte që të ndryshonte gjithë rrjedha e historisë. Ai thotë Esterit, Zoti të ka vendosur në këtë pozicion ku ti je sot për të bërë gjën e duhur, megjithëse kjo do të rrezikojë jetën tënde. I thotë, zgjedhja është e jotja. Me ty apo pa ty, Zoti ka për ta çliruar popullin e tij. Por ti erdhe në këtë pozitë për këtë lloj dite. Më bën përshtypje kjo fjalë kur thotë që ti u vure në këtë pozitë ku je sot për këtë lloj dite, për këtë lloj ngjarje, për këtë lloj vendimi. A e shohim ndonjëherë vuajtjen kur ti po kalon? Ky është momenti, jam vendosur në kohën e tanishme, me këtë lloj vuajtje që po kaloj, për diçka që do të jap nder dhe lavdi emrit të Zotit. Pali, një personazh që të gjithë e dashurojmë kur e lexojmë në Bibël, pësoi raje, burg, uri, përndjekje. E thot, nuk u shkatrova, por Zoti më mbajti. Dhe shembulli më i madh është Zoti jon Jezu Krisht, i cili u tradhtua, u refuzua, pësoi torturë, Perëndia vet u bë njeri i kryqëzuar. Dhe Bibla thot tek Filipianët kapitulli 2 deri në 8 thot, i bindur deri në vdekje. I bindur deri në vdekje. Por kemi edhe 10 personazhe të tjerë në fakt që kaluan vështirësi të mëdha,
sfida, presione dhe urrëzuan. Një personazh për tyre është Kaini. Kaini, vllai i Abelit. Kaini për shkak të xhelozisë vrau vllain e tij. Vrau vllai vllan. Okej, për shkak të xhelozisë. Nuk ishte lehtë, pesha që pati në zemër, faj, mërgim, dëbim, dhe kur u sfidua nga Perëndia, ka një pasazh shumë të bukur aty Bibla. Thot, Kaini u largua nga prezenca e Zotit. Tani njeriu nuk mund të largohet dot, Zoti është kudo, por ka kuptimin vërtet që Kaini nuk donte t'ia dinte për Zotin. Kaini e pa ballë për ballë Perëndin. Kaini e dëgjoi qartësisht me zë, siç ti po dëgjon zërin tim sot, zërin e Perëndis. Dhe kjo nuk i bëri përshtypje. Ka njerëz që thonë, po të më shfaqej mua sot Zoti do të besoja. Kaini është një prej tyre që Zoti ju përball me të dhe i tha më lë rehat. Çfarë lloj guximi qenia njerëzore hyjt të mrekullueshëm ti thot më lë rehat, të largohem nga prezenca jote. Njeriu nuk dënjon dot t'i kthej kurrizin një mbreti toksor, të largohet nga prezenca e mbretit pa lejen e mbretit, nuk mundet, se ndryshe do të vritet ose do të përsojë diçka. Imagjino pak çfarë lloj rebelimi bëri. I kthen dot kryeministrit, të shkosh në kryeministri dhe të kthesh shpinën, do ndihesh keq, dhe do kesh pasoja ndoshta, ka shumë gjasa. Por imagjino pak, Kaini u largua nga prezenca e Zotit. Mbreti Saul pësoj sfidat mëdha, po edhe ai, brenda shpirtit të tij, frikë, xhelozi, trazim të madh mendor. Dhe Bibla thotë që fryma e Zotit u largua prej tij. Juda Iskarioti, faj ekstrem përjetoi, dëshpërim të madh pasi dha Zotin Jezus. Fjala e Perëndis na tregon që ai kurrë nuk besoi në Zotin. Kemi përsëri dy vëllezër, kemi Esaun që shiti parbirin për hatër të një qetësie të çastit. Kemi Ahabin, kemi Jezebelen, kemi shumë personazhe të tjerë që fjala e Perëndis na tregon. Kemi Faraonin, që vetëm për shkak të egoizmit të tij nuk dëshironte të nënshtrohej. Kemi në dhjatën e re Anania dhe Safirën, burrë e grua, që për hatër të përfitimit të çastit ishin të gatshëm të gënjenin Perëndin. Vuajtja është e përbashkët për të gjithë. Nuk ka njeri që do ti anashkaloj vuajtjes. Secili prej nesh do të kaloj në faza të ndryshme, secili prej nesh do të ketë thesin e vet të barrës. Nuk ka mundësi që ti të shpëtosh kësaj gjëje. Çështja është reagimi. Si do të jetë? A do të përulesh, do të njohësh Zotin përmes vuajtjes, apo do të ngurtësosh zemrën dhe do të largohet? Cili është këndvështrimi që ka një besimtar për vuajtjen? Bibla thot këtu, vini re çfarë thot. Nuk vlen, sa bukur thot, se unë mendoj thot që vuajtjet e kohës së tanishme, treguam që gjithmonë do të ketë, nuk vlen të krahasohet me lavdin që është gati për të na u zbuluar. Nuk vlen të krahasohen me lavdin që është gati për të na u zbuluar. Besimtari gjithmonë duhet të krahasoj vuajtjen me lavdin që është gati për të zbuluar. Vini re, pasazhi nuk thot që nuk duhet të krahasohen. Pasazhi thot që nuk ka krahasim midis asaj që po përjeton ti sot dhe lavdisë që është për të na u zbuluar. Krahasimi është i domosdoshëm për një besimtar. Jo, besimtari nuk di me çfarë ta krahasoj vuajtjen, përveç se me ca njerëz të tjerë që kanë vuajtur, dhe ne kemi shprehjen e famshme që thotë ti nuk je as i pari, as i fundit, dhe kështu ngushëllohemi. Imagjino pa kur ti shkon i sëmur në spital dhe shef rreth teje personazhe edhe më të sëmurë të ti, sikur fillon të bësh më mirë, sepse shef që pas ka dhe më keq se sa ti. Kjo është vetëm një mënyrë se ne mund ta krahasojmë në sytë tanë njerëzor, por fjala e Perëndis i thotë besimtarit prit, ndalu, mos e krahaso veten thjesht me realitetin përreth. Mos krahaso veten që ti që kërke më keq se tjetri apo më mirë se tjetri, por krahaso të tashmen tënde me lavdin që ka për të zbuluar. Ti je bler me një gjak të çmuar. Interesante është gjithë kapitulli 8
na tregon që Krishti na drejtësoi. Krishti është e vetmja mënyrë për të pasur paqe me Perëndinë e përjetshëm. Udhëtimi ynë në tokë do të mbyllet një ditë. Herët apo vonë, një nga 7 ditë të javës do të jetë, një nga 24 orët e ditës do të jetë, kur do të mbyllësh syt tu, do t'i hapësh, do të shohësh Krishtin ballë për ballë. E pra ai po thotë, nuk mund të krahasohet ky realiteti këtu me atë realitetin aty. Është shumë më e madhe dhe kjo duhet i jap besimtarit nxitje dhe inkurajim në shpirtin e tij për të kuptuar që hey, edhe pak. Shumë njerëz e kanë të vështirë të mendojnë të përjetshmen, sepse jemi kaq shumë të mbi ngarkuar me të tashmen. Nuk marrim kohë të shohim dot, nuk kemi sy për të parë atë që fjala e çmuar e Perëndis. Ne që në mëngjes fillojmë edhe e ngarkojmë veten tonë me gjërat e kësaj bote dhe e mbyllim ditën me gjërat e kësaj bote. Kur ne lexojmë Biblën ose kur dëgjojmë diçka nga Bibla, na duket si një gjuhë e panjohur. Na duket si një gjuhë e panjohur që nuk e marrin vesh, ose tek tuk marrin vesh ndonjë fjalë të vogël. Jemi me mec, edhe jemi të shurdhët ka shi fjalë së Perëndis. Po dhënë Zoti që syt do të hapen të tutë dhe të mit për të kuptuar madhështinë asaj gjëje që na pret. Zoti nuk e krijoi njeriu thjesht për të tashmen. Zoti e krijoi njeriu për të qenë në përjetësi me të. Hey, a e dini? Perëndia u bë njeri. Perëndia u bë njeri. Njeriu është e vetmja qenie që u bë në imazhin e Perëndis dhe vetë Perëndia u bë njeri. Dhe di ku është sot Krishti? Është në fronin e përjetësisë, është në fronin drejtues të gjithë universit, është Krishti njeri, është Perëndia njeri. Ka shumë vlerë kur ti kupton që hey, kjo jetë, si thoshte kënga, nuk më përket. Jam shtegëtar, thot Bibla. Po shtegëtar thon shumë njerëz, po për ku? Ku është destinacioni ynë? Dhe shumë njerëz thon, a mos e ku i diet çfarë do të ndodhë më pas. Jo, Bibla na tregon qartë. Krishti vdiq dhe u ringjall. E njëjta gjë do të ndodhë me njerëzit që besuan në Perëndin. Pas vdekjes, thot fjala e Perëndis, do të jesh me Perëndin në përjetësi për ata që besuan në Krishtin, sepse u drejtësuan nga Krishti. Suksesi për një jo besimtar është t'ja kaloj pa shumë dëme vuajtjes. Suksesi për një besimtar është të dalë përpara Perëndis si një shërbëtor i sprovuar që mezi pret të shohë shpëtimtarin Krishtin. Ateistët nuk shohin dot më larg se sa varri. Shpresa më e madhe që një ateist mund ketë është varri. Deri aty shkon shpresa e ateistit, sepse nuk ka më çfarë të shpresojë. Kurse për besimtarin që e ka kuptuar pamjen e madhe, që nuk jemi një rastësi hynore, thjesht një goditje e madhe dhe ja u krijuam ne. Erdhëm dhe ikëm. Jo, ka një plan krijuesi, ashtu si çdo njeri prej nesh bën një plan, Perëndia ka bërë një plan përpara themelimit të botës. Tek Efesianët na tregohet që Zoti e ka menduar emrin tënd, e ka menduar se kush je ti përpara themelimit të botës, dhe Perëndia të ka sjell në kohën e dur, në familjen e dur, në personat e dur, në ambientin e dur. Asnjë gjë nuk është gabim. Asnjë gjë nuk është rastësi. Nuk ekziston rastësia. Është një shprehje që thotë rastësia është mbreti i gjithçkaje. Jo, çdo gjë është e programuar, edhe lëvizja më e vogël është e programuar tashmë. Është skenari i mrekullueshëm që Perëndia na ka dhënë. Po çfarë bën vuajtjet tek besimtari kur krahasohen me të përjetshmet? Formojnë karakterin. Besimtari nuk e shikon vuajtjen bobot shmëgjeti tani, por e shef atë si një mënyrë. Shko si thot tek Romakët, kapitulli 5, vargje 3 dhe 4. Në gjithashtu thot, mburremi dhe në shtrëngime. Ne thot, mburremi dhe në shtrëngime. Çfarë po thot ky? Unë jam krenar, mburrem dhe në shtrëngime. Pse? Sepse thot, duke ditur se shtrëngimi ku jam tani sjell durim. Durimi, karakter të sprovuar dhe karakteri shpresë. Vini re arsyetimin që ngre. Një jo besimtar nuk e shikon kështu. Çfarë po thua? Je në metro? Autori thot, jam mburrem në shtrëngime. Pse? Sepse nuk thjesht shikoj shtrëngimin si shtrëngim, por e di që ky shtrëngim do të sjell durim,
Dhe durimi do të provoj karakterin tim, dhe karakteri im pasi të provohet mirë, do të sjell shpresë te Perëndia. Tek Hebrejt kapitulli 12:11 thotë kështu: çdo ndërshkim për momentin nuk duket se është gëzim. Kur Zoti na jep shpulla të ndryshme, dhe Zoti na jep shpulla të ndryshme në momente të ndryshme, nuk sjell gëzim, por rrjedhërim. Por shiko si thotë, por më pas u jep paqe drejtësie atyre që janë ushtruar prej tij, Vuajtja na sjell më afër Perëndis. Në fakt, para se të kalojmë te kjo pikë, kam një gjë shumë interesante. Një nga gjërat që falenderojmë shumë Zotin, sidomos kur ishim në situatën me transplantin, para se të ndodhte transplanti me bonën, ishte që nuk ishim në Shqipëri. Do të çuditesh. Nuk ishim në Shqipëri dhe kjo ishte gëzim për atë situatë. A dini pse? Jo thjesht për aspektin mjekësor, por ishim të gëzuar sepse po të ishim në Shqipëri, të gjithë njerëzit vërdallnesh, a e di se çfarë do të thonë? Pu ç'të gjeti ty. Bo ç'u gjeti juve. Bo si do t'ja dalësh. Edhe të këputin edhe më shumë me këtë lloj dekurajimi që vjen jo me natyrë të keqe, por nuk ka shpresë tjetër për ta. Ata e shohin si një gjë të fundit. Njerëzit që nuk janë në Zotin, që nuk besojnë në Zotin, e shohin problemin si një gjë të fundit. Bo ç'na gjeti tani, u dorëzuam, na kanë rrethuar nga të gjitha anët. Por aty ku ishim, te kisha ku kemi qenë, inkurajimi madh, lavdi Zotit për këto kohë të vështira dhe si mund të jemi për rreth teje. Çfarë po na mëson Zoti në këtë periudhë kohe? Kur ti me zipret dorën shpenguese të Perëndis, kur ti me zipret që Zoti do të hap atë derë ku është e pamundur për njeriu, dhe atëherë ti bie vërtet në gjunjë në shpirtin tënd dhe adhuron Perëndin, sepse e di që ishte e pamundur, u mbyllën të gjitha shtigjet njerëzore, dhe ti pret dhe me zipret dhe të shofësh dorën e mrekullueshme të Perëndis për hynore. Kur ti shef vëllezër dhe motra në Krishtin që të nxitin dhe inkurajojnë dhe luten me ty, që janë për rreth teje. Shumë interesante është që nuk ka vend, e dini që kisha e Perëndis, kisha është fshia e vetme e qiellit në tokë. Si do të jetë në mbretërinë e Perëndis, kisha është një shije shumë e vogël, por është e vetmja që Zoti ka lënë në tokë. Sepse është një dashuri reale me njëri tjetrin. Patjetër që nuk jemi të përsosur, patjetër që do të lëndojmë njëri tjetrin, patjetër që do të gabojmë me njëri tjetrin, por është një dashuri hynore në mes të njëri tjetrit. Vuajtjet na afrojnë më shumë më shumë me Perëndin. Te Korintas na thotë ne u rënduam për te fuqisë son, që të mos kishim besim në veten tonë, por në Perëndin që ringjall të vdekurit. Vini re arsyen çfarë thotë. Ne u rënduam për te fuqisë son. Sfida që unë po kaloj, thot autori, është për te fuqisime. Po pse? Vini re se si e thot Pali, që të mos kishim besim në veten tonë. Pra Zoti na shkëputi çdo lloj shprese njerëzore. Vetë Perëndia lejoi përmes kësaj situate të vështirë. Dhe dëgjoni pak, çdo vuajtje vjen nga Perëndia. Çdo vuajtje, nuk ka asnjë gjë që Zoti nuk lejon. Zoti lejon çdo gjë për nderin dhe për lavdinë e tij. Dhe autori po thotë, u rënduam për te fuqisë son. Pse? Që të mos kishim besim në veten tonë. Pse? Sepse nuk mundem, jam i dorëzuar tashmë. Por kur të kisha besim, por në Perëndin që bën të pamundurën. Atë që ngjall Krishtin. Thot autori përsëri, është një psalm në fakt 119:71, thotë kështu: ishte e mirë për mua që u përula, që të mësoja statutet e tua. Vini re këndvështrimin. A ke menduar ndonjëherë kur je në situatë të vështirë, ku sfida është e madhe, kur direkt ti përpiqesh të luftosh për të gjetur zgjidhje, të ndalesh në atë situatë dhe të thuash, njësoj si psalmi 119, ishte e mirë për mua që u përula. Dhe fjala përulur do thotë u godita. Ishte mirë për mua që Zoti lejoi të sfidohem fuqishëm në këtë pjesë. Pse? Që të mësoj statutet e tua, i thot autori. Vini re arsyen. Vuajtja në fakt ndihmon për të na sprovuar dhe pastruar besimin. Te një pjesë thot, edhe pse për pak kohë duhet të trishtoheni në sprova të ndryshme, që sprova e besimit tuaj të gjendet për lavdi dhe nder të Perëndis. Jakobi, vllai i Jezu Krishtit, vllai fizik i Jezu Krishtit nga nëna, nga Maria, thot kështu, dëgjojeni pak si thot Jakobi,
Është çmenduri për botën kjo që thot Jakobi. Dëgjoj pak. Konsideroje, të thot ty, gëzim kur bie në sprova të ndryshme. Konsideroje gëzim kur vjen vuajtja, thot Jakobi. Çfarë po thua o Jakob? Si të gëzohem unë kur vjen vuajtje? Po, thot, pse? Duke e ditur se sprova e besimit tuaj prodhon durim. Pak më sipër e pam këtë gjë. Sprova, kur të sprovohet besimi yt, provon durim. Njerëzit e botës thjesht kërkojnë të largohen nga sprova. Kur vjen vështirësia, kërkojnë vetëm zgjidhje. Besimtari patjetër që kërkon zgjidhje, mos mendoni që rri thjesht kështu dhe pret, çfarë do ndodh, patjetër që kërkon zgjidhje, por është më shumë se sa kërkon zgjidhje. Kupton që Zot, po pse po më lejon të kaloj përmes kësaj sprove? Çfarë do të më mësosh? Çfarë do doje që të kuptoja? Çfarë do doje që të ndryshoja në jetën time përmes kësaj? Dhe vuajtjet janë dhe për lavdinë e Zotit. Tek Gjoni na thotë kjo ndodhi që vepra e Perëndisë të shfaqet. Nëse dikush vuan si krishter, të mos turpërohet, thot Pietri, por të lavdroj Perëndin për këtë. Vuajtjet na duhen në fakt për të mësuar që të dimë se si të ngushëllojmë të tjerët. Perëndia na ngushëlloft me çdo shtrëngim, që edhe ne të mund të ngushëllojmë ata në çdo shtrëngim. Vuajtja na tregon si është që pjesë, kur ti merr pjesë në vuajtjet e Krishtit, te Filipian thotë që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij përmes vuajtjeve të tij. Tek 1 Pietri vini re çfarë thotë? Krishti vuajti për ju duke ju lënë shembull. Krishti vuajti për ju duke ju lënë shembull. Në fakt, bukuria për besimtarin, thotë këtu, nuk vlen të krahasojmë me lavdinë që është gati për të na u zbuluar. Është për të na u zbuluar. Nuk e thot ndoshta, mundet, por është për të zbuluar. Dhe kush është kjo? Zbulesa 21:4. Libri i fundit i Biblës. Në fakt është libri bekim që ne kemi. Shumë njerëz ankohen për librin e fundit sepse nuk e kuptojnë plotësisht. Patjetër që nuk e kuptojnë plotësisht dhe nuk na është dhënë që të kuptohet plotësisht. Patjetër që nuk do të thotë që ne nuk do të kërkojmë, por nuk na është dhënë që të kuptohet plotësisht aktualisht. Do të zbulohet kur koha të vijë. Prandaj quhet zbulesa. Por pse na është dhënë arsyeja kryesore? Që të dimë pamjen e madhe të fundit. Çfarë do të ndodhë me fundin? Nuk ka libër tjetër fetar në botë që tregon në detaje se çfarë do të ndodhë me historinë e racës njerëzore. Shumica e librave kanë vjedhur nga Bibla për të na treguar se çfarë mund të ndodhë. Por vetë fjala e Perëndisë na ka treguar në mënyrë kaq të qartë. Nëse ka libra të tjerë që tregojnë për Perëndin, janë si hëna dhe Bibla është si dielli. Po kush është ndryshimi? Hëna e vjedh dritën e diellit për ta shfaqur sikur ta ketë të sajën. Por nuk e ka të sajën. E ka marrë diellit dhe e shfaq sikur ta ketë të sajën. Dielli është ajo që e ka nga vetja e vet. Dhe fjala e Perëndisë, Bibla, është si dielli. Tek libri i fundit thotë, ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre dhe vdekja nuk do të jetë më. Kush ai? Krishti. Krishti do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre. Është një këngë krishtere në fakt që thotë të vetmen shenja që do të mbetet në qiell kur të jemi aty, nuk janë shenjat e vuajtjeve të tua, po të mia. Të vetmen shenja që do të mbetet në qiell janë shenjat e Krishtit. A e dini që Krishti gjithmonë ka për të pasur shenjat e kryqëzimit? Bibla thotë që ashtu siç i tha të Thomait, ku i tha më prek, ja ku jam, preku shenjat e goshtëve në duart edhe të heshtës, në brinj. Ato shenja do të mbeten në përjetësi, jo se Zoti nuk i heq dot, por do t'i lërë në përjetësi si një shenjë për të treguar se çfarë i kushtoi hyjnores për të sjellë toksoren pranë tij. Dhe të vetmet shenja që do të jenë në qiell nga vuajtja, do të jenë shenjat e Krishtit. Sepse shenjat e tua dhe të mia që besuam në Krishtin, pavarësisht se çfarë do lloj vuajtje do të kalosh, ai do t'i fshijë çdo lot nga sytë e tu. Dhe vdekja nuk do të jetë më. Këto janë fjalë jete. Të bekuar janë ata që i dëgjojnë. Fjala e Perëndisë
Jezusi më bën përshtypje, një nga shprehjet më të veçanta që thot Jezusi, pasi flet, thot kështu: kush ka vesh, le të dëgjoj. Dhe kur ti e merr literalisht dhe thua, po të gjithë kanë vesh. Po, por jo të gjithë dëgjojnë. Edhe dhënë Zoti që ne që jemi sot këtu, të kemi vesh për të dëgjuar. Krishti të bën një ftesë. Eja ashtu siç je. Ka njerëz që përpiqen të ndryshojnë përpara se të bëhen besimtar, nuk mundesh. Ti do të vish te Krishti siç je. Vetëm Krishti të pastron. Vetëm Krishti është ai që vdiq për mëkatet e tua. Në çdo besim tjetër na tregohet që Zoti do ketë pak mëshirë dhe drejtësi, por nuk na tregohet se si punon drejtësia dhe dashuria e Perëndis. Në çdo besim tjetër është e panjohshme dot se si mundet që mëshira të mund të fitojë ndaj drejtësisë, sepse njëra do të kafshojë tjetrën. Njëra do të kafshojë tjetrën miq. Nëse mëshira fiton ndaj drejtësisë, drejtësia u kafshua. Nëse drejtësia fiton ndaj mëshirës, mëshira u kafshua. Si mundet që drejtësia hyjnore e Perëndis të mbetet e plotësuar dhe njëkohësisht dashuria hyjnore e Perëndis të mbetet e plotësuar vetëm përmes vdekjes së Krishtit. Perëndia ka shumë e deshi botën, saqë dërgoi birin e tij. Në këtë mënyrë drejtësia e Perëndis u plotësua sepse Krishti u dënua për mëkatet e tua. Më bënte përshtypje te kjo intervistë autori Mehdi Malkaj thoshte do doja vetë të isha në gjendje jo të mirë, por djalin ta shifja mirë. E keni parasysh ju që jeni prindër që kur fëmia është në situatë vështirë, je gati të japësh çdo gjë dhe veten. Dhe këtë bëri Perëndia. Perëndia ishte gati të bënte çdo gjë për të shpëtuar ty dhe mua përjetësisht. Prandaj dhe Zoti la qiellin dhe erdhi si një njeri, si një fosh, jetoi në gjithë presionin e botës, jetoi në gjithë format e ndryshme, përjetoi, thot Bibla, çdo lloj sfide dhe tundimi që dhe ti e përjeton. Dhe në fund pagoi për mëkatin tënd. Në këtë mënyrë, drejtësia u plotësua dhe dashuria u bë e madhe. Dhe kur ti e gjen veten përballë kësaj gjëje ku nuk ke asnjë gjë për t'i ofruar Zotit, atëherë ti thjesht i thua Zotit me mirënjohje të vërtet nga zemra, faleminderit. Dhe këtë jetë që po jetoj, dua t'ja jetoj për ty, mendimet, dëshirat, gjithë jeta ime, kërkoj o Zot që të jetë e jotja. Prandaj ky është mjalti i qiellit që na është dhënë dhe të bekuarin ata që e mbushin zemrën e tyre që herët në mëngjes me fjalën e Perëndis dhe jo me News 24, të bekuarin ata që marrin nga fjala e Perëndis çdo ditë dhe jetojnë me të. Jo vetëm marrin, por e jetojnë që kjo të bëhet autoriteti i jetës tënde. Sot kemi darkën e Zotit. Dhe darka e Zotit që është aty është shumë interesante. Natën që Zoti Jezus u tradhtua, lau këmbët e dishepujve. Dhe Zoti Jezus e dinte edhe Judën që do të tradhtonte, dhe i lau këmbët edhe Judës që do të tradhtonte. Edhe Zoti Jezus atë natë që u tradhtua, u mblodh me dishepujt e vet, mori bukën, e theu dhe tha, kjo është trupi im që jepet për ju. Merrni hani dhe bëheni këtë gjë. Mori kupën dhe tha, ky është gjaku im, merrni dhe pini nga kjo kupë. Interesante është që puna e darkës së Zotit nuk u shfaq për herë të parë vetëm me Jezusin kur erdhi në tokë. Nëse do të shohësh në dhjetën e vjetër, ishin 12 bukë në tabernakull dhe më vonë në tempull, dhe ishte edhe vera. Dhe asnjëherë nuk e kuptonin dot hebrejt më përpara se ç'kuptim kishte kjo. E dinin që në tempull duhet të ishin 12 bukë të freskëta dhe do të ishte edhe vera. Por Zoti Jezus ishte ai që i dha kuptimin e plot, duke thënë merrni hani, ky është trupi im që jepet për ju. Merrni pini, ky është gjaku im që derdhet për ju. Fjala e Perëndis na thot gjithashtu që nëse nuk je besimtar në Krishtin, nëse nuk beson në Krishtin, mos e merr këtë gjë. Nëse je vërtet besimtar në Krishtin, merre. Sepse është mënyra se si ne përkujtojmë
vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit derisa ai të vijë. Kur dikush ndron jetë, është një përkujtimore që bëhet hahet një drek, apo jo, për emrin e personit. Në një farë mënyre, jo krejtësisht në gjithë analogjinë, por në një farë mënyre, kjo është ajo që Perëndia po na tregon. Kur ti merr nga trupi i Krishtit, që është simbolik dhe jo vetëm, dhe kur pi nga gjaku i Krishtit, që është simbolik dhe jo vetëm, ti përkujton atë që Krishti bëri për ty. Edhe i thua Zotit, Zot, unë dua të kem pjesë me ty, dua të jetoj me ty, dua që jeta ime, mendimet e mia, dëshirat e mia, ambicjet e mia, të nderojnë emrin tënd. Kështu që do doja të merrim një kohë për të reflektuar pak. Edhe një herë, nëse je besimtar në Krishtin, unë do të nxis që ta marrësh. Nëse nuk je besimtar në Krishtin, Bibla thotë mos e merr, por mund të pendohesh dhe të thua Zot, kam nevojë të dua të besoj në ty. Dhe atëherë mund ta marrësh. Je mirëpritur në sofrën e Zotit. Do doja që të mund të adhurojmë Perëndin me një këngë dhe ndërsa e adhurojmë Perëndin me një këngë, do doja në mënyrë aty ku jeni për të reflektuar pak. Për të reflektuar pak në jetën tënde. A vërtet po beson në Zotin Jezus? A është Zoti Perëndia gjithçka për ty? Apo është thjesht një xhind mirëbërës? Një xhind që e kërkon vetëm kur jeni në situatë të vështirë? A është Perëndia miku yt, shoku yt, më i mirë? A është Perëndia Zoti dhe shpëtimtari yt? Kështu që ndërsa adhurojmë Perëndin me një këngë, do doja që të mund të reflektojmë pak për këtë gjë.